2026. Një ditë me shumë çështje e lodhshme, por në fund ka për t'ia vlitur kjo lodhje. Sepse zakonisht kemi të bëjmë me një ditë, sepse ka të bëjmë me Mërkurin, dita e Mërkur, i na jep mundësinë dhe Mërkurin e tek peshqit, por kemi hënën në shigjetar. Që fillon t'ju mbështes në planet që ve keni, pikërisht kjo ditë, dhe sa përgatitet të kalojnë në shenjën e Briciapit, dita është një urlidhse për përgjegjësinë dhe lirinë. Këtu fillon të ndihesh se nuk mjafton të dëshirosh, por duhet dhe të strukturosh. Kjo është e rëndësishme, sepse prilli kërkon jo vetëm guxim, por edhe strategji. Ditë e përshtatshme për organizime, disiplinë, përgatitje, qëllime dhe ajo çka do jetë më e rëndësishmja është ekonomia dhe stabilizimi i saj. Ka mjaft ndikime në këtë aspekt. Prandaj bini pas, do ishte mirë për juve, do keni gjërat që ti realizoni të ku doni dhe periudha